Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka uruar sot udhëheqësin e Partisë Progresiste Serbe, Aleksandar Vučić, për fitore në zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Qytetarët e Serbisë kanë mbështetur përpjekjet dhe vizionin tuaj dhe u kanë shpërblyer me besimin për t'i udhëhequr drejt Bashkimit Evropian, ka deklaruar Ashton. Baronesha deklaroi gjithashtu se pret bashkëpunim të afërt, vazhdim të dialogut me Kosovën dhe zbatim të mëtejshëm të marrëveshjes së Brukselit. Vučić, fituesi i zgjedhjeve parlamentare të Serbisë, ka mbisupe marrëdhënien Kosovë-Serbi. Me popularitetin më të befasueshëm në Serbi pas Milošević, Vučić ka premtuar reforma dhe integrim të Serbisë në Bashkimin Evropian. Tashmë është e ditur se një ndër kushtet themelore të integrimit të Serbisë në BE është implementimi i marrëveshjes së Brukselit, nënshkruar nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i asaj kohe Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Ndërkohë më herët qeveria e Kosovës ka deklaruar se dialogu me Beogradin do të vazhdojë pavarësisht se kush ndodhet në krye të Serbisë, duke nënkuptuar se ndërimi i liderëve serb nuk përbën ndonjë diferencë në qëllimin dhe misionin e tyre. Gjithsesi, pritet që dialogu Prishtinë-Beograd të intensifikohet më tej pas zgjedhjeve në Kosovë. Kanë mbetur disa çështje ende pas zgjidhje në raportin Kosovë-Serbi, si gjykata në veri dhe bashkësia e komunave serbe në Kosovë. Përpos përplasjeve që janë të shpeshta mes dy vendeve në lidhje me autoritetin e secilës palë në Kosovë, duket se dialogu është rruga e vetme për të dyja vendet drejt integrimit evropian.